Në sallën e shfaqjeve të Pallatit të Kulturës Bulqiz u zhvillua ditën e mërkurë aktiviteti letraro-artistik i shkollës Xhevdet Doda me rastin e festave të nëntorit, një aktivitet i mbushur me emocione, art dhe atmosferë festive, ku nxënësit e kësaj shkolle shpalosën talentet e tyre në skenë. Gjatë aktivitetit nxënësit interpretuan vjersha, këngë, pjesë skenike dhe valle tradicionale, duke krijuar një event të larmishëm dhe shumë të dashur për publikun. Prindërit, mësuesit dhe të ftuarit e pranishëm duart trokitën me entuziazëm çdo performancë. Gjatë aktivitetit u zhvillua ndarje çmimeve për punimet më të spikatura të nxënësve në konkursin e pikturës e zhvilluar në ambientet e shkollës, ku fituesit u vlerësuan me dhurata simbolike si shenjë mirënjohje dhe nxitje për talentin e tyre artistik. Ky aktivitet ishte një dëshmi e qartë e talentit, përkushtimi dhe energjisë së nxënësve tanë, si dhe bashkëpunimit të ngushtë mes mësuesve, nxënësve dhe prindërve të kësaj shkolle. Shkolla Xhevdet Doda është vendi ku arti, kultura dhe talenti bashkohen në një skenë të vetme. Drejtoresha e kësaj shkolle Lindita Kaja në fjalën e saj përshëndetëse tha se ndihem krenare për punën dhe talentin e nxënësve tanë, të cilët sot përmes këtij aktiviteti tregojnë jo vetëm dashurinë për Adheun, por edhe vlerat që ne si shkollë përpiqemi të kultivojmë çdo ditë, respektin, punën e palodhur dhe bashkëpunimin. Falenderoj mësuesit për përkushtimin e tyre dhe prindërit për mbështetjen e vazhdueshme. Mirënjohje të veçantë nxënësve që me energjinë dhe krijimtarinë e tyre e bën shkollën tonë një vatër të vërtetë edukimi dhe harmonie. Talentin e tyre në të gjitha fushat. Prindërit për mbështetjen e tyre në të gjitha aktivitetet që organizon shkolla jonë, mësuesit, kolegët e cilët në përkushtimin e tyre kanë punuar për të realizuar këto aktivitete shumë domethënëse dhe talentet e nxënësve të shkollës tonë, të cilët sot do të na bëjnë krenar me këtë aktivitet ku ato shpalosin talentin e tyre në të gjitha fushat.